Ishte thjesht një teknikalitet ndryshimi i datës së lindjes. Kështu i është përgjigjur interesimit të medias ish kryeministri Sali Berisha në lidhje me fshehjen në formularin e vetdeklarimit të ndryshimit të datës së lindjes dhe afrimit të kësaj date me atë të ish diktatorit Enver Hoxha. Berisha kishte edhe këtë koment. Nuk e morën përgjigje, nëse ju e keni ndryshuar datën e lindjes, paktën kështu rezulton nga vetdeklarimi. Teknikalitet është thjesht teknikalitet sepse ka qenë një gabim, atë që i bëra diktatorit ata se falin dot kurrë. Atë nuk e falin dot kurrë. Ish kryeministri ka mbrojtur dhe deputetin demokrat Flamur Noka, i cili nuk ka deklaruar në formularin e vetdeklarimit se ka patur kontakt me UDB-n serbe. Madje Berisha deklaroi se nëse që prej 91-shit në radhët e deputetëve të PD-s të ketë patur vrasës, atëherë do të dorëzoj mandatin. Të rit mendon se tani mund të ikin, sepse vendos pluralizmi dhe nuk ka më dhe Ramizalia vet kishte hequr në mos gaboj nga muaj maj i vitit 1990 ligjin e ratisjes. Kishte hequr. Flamurnoja ka shpëtuar mirë se s'ka marrë ndonjë plumb në atë kohë, sepse nuk do ishte gjallë sot. Gjë i qoftë dhe një të vetëm. Nga viti 1991 gjë sot, në listat e deputetëve të PD-s, me antecedente vrasjen, unë dorëzoj mandatin tim. Por ndërsa nuk përbën asnjë shqetësim për mandatin e tij në parlament, ky detaj, ish kryeministri akuzoi kryeministrin se ka ndryshuar emrin për shkak të lidhjeve me krimin e për këtë ai sfidoi që të thotë të vërtetën për lidhjet e tij me mafjen spanjolle. Të vi të tregoj se nga Edvin Uboedi për shkak të dosjes spanjolle, për shkak të Kadrovskit, për shkak të akuzave të Kadrovskit. Duke e konsideruar ligjin e dekriminalizimit një dështim të opozitës, deputeti Erion Braçi kërkoi durim deri në verifikimin e të gjithë zyrtarëve për të shkuarën e tyre kriminale, ndërsa pohoi se mund të ketë zyrtarë që kanë fshehur të dhënat gjatë plotësimit të formularit të dekriminalizimit. Fëmijët e vegjël që dëgjojnë sot dhe nuk arrin dot ta kuptojnë se si ka mundësi që një burr në moshë të ndryshojë ditëlindjen që të jetë afër me Enver Hoxhën. Deri tani nuk kemi asnjë provë të vetme, që dikush nga ata do iki nga parlamenti, do iki nga pushteti vendor, do iki nga administrata publike etj. Dakor? Prandaj po ju them që ligji deri tani ka një efekt tërësisht banal. Priteni që Prokuroria e Përgjithshme e Republikës të bëjë skanimin e të gjithëve, nga Erion Braçe deri më i fundit. Pastaj bëni akt akuzën e kujdo. Po ka dhe deklarime ku se janë deklaruar shumë gjëra.